Nderuara familje Pajaziti, Zenullahu dhe Hoxha, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të luftës shërimtare, i nderuari kryetari komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi, i nderuari ministër në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci, koleg nga Kuvendi e Qeveria e Kosovës, përfaqësues e drejtues të institucioneve të shtetit, oficer ushtar e polic, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, që prej 29 vitesh, dita e fundit e janarit për çdo vit, është rezervuar për ta kujtuar Zair Pajazitin me shok, një ndër personalitetit më të shquara dhe më të veçanta në luftën për shlirimin e Kosovës. Në respekt të kësaj tradite tashmë të institucionalizuar, me konsideratat më të larta për dëshmorët si kryeministër i Republikës Kosovës, sot me 30 janar 2026, jam i nderuar të jem këtu në Llap mes familjeve të dëshmorëve dhe ju bashkëluftarëve të tyre për homazhe dhe këtë akademi përkujtimore. Këtë vit Zahirin me shok po e kujtojmë me këtë akademi përkujtimore këtu në Podujev, e vitin tjetër që shënon për vjetorin jubilar, 30 vjetorin, do t'i nderojmë e lartësojmë nga Prishtina në patronatin e Kryeministrisë së Republikës Kosovës. Sot janë bërë 29 vite nga rënja e Zair Pajazitit, Hakif Zenullahu dhe Edmond Hoxhës, me 30 janar 1997, por çfarë dhe kë kujtojmë në të vërtetë në këtë rast? Kush ishin këta njerëz dhe cila është koha e tyre? Qysh prej krijimit të shtetit shqiptar në vitin 1912 dhe gjatë tërë shekullit 20, sfida dhe synimi kryesor për shqiptarët ishte çlirimi nga Jugosllavia e dominuar nga Serbia dhe bashkimi politik me Shqipërinë. Në këtë periudhë të gjatë rreth 8 dekadëshe, të gjithë ata që janë angazhuar për këtë qëllim sipror, kombëtar e politik, kanë patur dy rrugë të ndryshme, ndonse përplotësuese të njëra tjetrës. Rrugën e angazhimit politik, qoftë ai brenda apo jashtë institucioneve të sistemit, si dhe rrugën e kryengritjes së armatosur e të luftës shërimtare. Në të dyja këto rrugë, historia e ne shqiptarëve ka mbajtur shënim për ngjarje dhe personalitete që jo vetëm me veprën, por edhe me jetën e tyre, i kanë shënjuar të gjitha udhëtimet nëpër to. Njerëz që me angazhimet e tyre totale, me dedikimin e plot të vetes së tyre, në kuptimin politik dhe njerëzor, janë përkushtuar për lirinë e dheut tonë të përbashkët, si vendi ku secili njeri mëson ta doj botën. Në aktin e dekadës, kur kulmoi përpjekja e shqiptarëve për shlirimin e Kosovës, në 10 vitet e fundit të shekullit 20, individ dhe grupe shokësh të organizuar politikisht dhe ushtrakisht rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës, e përmbyllën kapitullin aq të vështirë dhe të lavdishëm të luftës për liri. Zona e Llapit, e cila kishte qenë aq e pleshme për organizatat ilegale, nga qeta e Llapit e Tutje, ja dha Kosovës një prej grupeve më së miri të organizuara të UÇK-s, grupin e Zair Pajazitit me shok, që në vitet e luftës u shumë fishua në zonën operative të Llapit. Nga oda e Sabit Zenullahut, ku zhvilloheshin takimet e këtij grupi, deri të kjo akademi përkujtimore sot në teatrin e qytetit në Podujev, djemt dhe vajzat e Llapit kanë lënë mbrapa një histori vërtet të jashtëzakonshme të përpjekjeve dhe të flimit të tyre për lirinë e Kosovës. E nesër do ta kujtojmë edhe Ylfete Humollin në përvjetorin e 36